Atëherë Elbasani luan përballë kryesuesve të Ignatis në transfert që e prisin si rgjendje e skuadrës. Po nesër kemi një ndeshje kundër Ignatia, një ndeshje për mua shumë interesant, një derbi kundër një skuadra shumë e mirë, në një fusha perfekt, stadiumi shumë e bukur. Patjetër ne jemi gati, situata është e mirë, edhe për nesër ne jemi motivuar, ne jemi përqenduar. Pastaj, si gjithmonë, unë e tash, mas në ndeshje mund të flasim pak më shumë, tani vetëm me qesie dhe me përgjegjësi madh do ikim për Rogozhinë. Duke ditur që përballen kryesuesit luan në transfert një pikë përpara kësaj ndeshje, do t'ju kënaqte apo? Të them drejt, ne jemi Elbasani edhe çdo në ndeshje neve mendojmë për pikat maksimale. Tani nuk mund të flasim shumë përpara ndeshjes. Pastaj varet si do shkojnë në ndeshje. Ka shumë rastet kur mund të them kënaqur edhe me një pikë, sepse varet si shkon në ndeshje, edhe ka shumë ndeshje kur nuk jemi kënaqur. Domethënë prap do presim pak deri nesër. Është vënë re që në disa ndeshje Elbasani me ekipet që luajnë për mbijetesë ka probleme për të marrë pikët. Pse ndodh kjo zakonisht? Por vetëm me du skuadra nëse jam drejt edhe du ndeshje fundit. Tirana 1-1 edhe Flamutari 1-1. Edhe Bylisi që Bylisi ishim jashtë edhe ishim brenda, domethënë kemi një fitore jashtë, kemi një fitore brenda. Por prap ti je drejt, por jo vetëm neve, çdo skuadra ka problem me ekipat kur i mrapa topët, ekipat ku vetëm mendoj për faza më mbrojtje edhe neve. Patjetër neve do punojmë, do rregullojmë edhe do bëjmë prap gjëra të mirë, jam sigur, bashkë me qunat.